Mbas vendosjes së semaforëve në qytetin e Vlorës, pas më shumë se 30 vitesh mungesë, një pjesë e qytetarëve duket se kanë filluar gradualisht të përshtaten me rregullat e reja të qarkullimit rrugor. Megjithatë, situata duket se nuk paraqitet të jetë e njëjtë për të gjithë qytetarët dhe përdoruesit e rrugës në qytet. Në një vëzhgim të realizuar nga televizioni 6+1 Vlora, këtë fundjavë janë konstatuar raste të shumta dhe të përsëritura, ku si këmbësor ashtu edhe drejtues mjetesh nuk respektojnë sinjalistikën rrugore dhe rregullat bazë të qarkullimit. Shkelit evidentuara variojnë nga kalimi i rrugës në mënyrë të parregullt e deri tek mos respektimi i semaforëve dhe sinjaleve të ndalimit. Sipas vëzhgimeve në teren, problem kryesor mbetet ende ndërgjegjësimi qytetar dhe respektimi i rregullave të reja të qarkullimit rrugor, pavarësisht përmirësimeve të dukshme në infrastrukturë dhe vendosjes së sinjalistikës moderne në disa akse kryesore të qytetit.